Jemi këtu në qendrën komunale të numërimit të votave në Mitrovicën e Jugut. Sa i përket procesit të numërimit ose të rinumërimit të votave në këtë qendër, numërimi ose rinumërimi ka filluar në orën 10 të mëngjesit ditën e djeshme, e ka vazhduar pastaj deri në orën 19 të mbrëmjes, ku me qërast në ora 19 e kemi me urdhën e prokurorit ose të prokurorisë është ndërprer numërimi i votave në qendrën komunale të numërimit në Mitrovicën e Jugut. Ajo çfarë është parë prej mëngjesit të orës 10 e deri në orën 19 janë dyshimet tona të bazuara dhe të faktuara, të cilat janë grumbulluar dhe janë sipërfaqur edhe në media, po edhe në organet kompetente. Ne që kemi qenë në ndërrimin e pasdites, edhe pse ka pasur prej mëngjesit vërtetime edhe dyshime për manipulim të votës dhe për devijim të votës, e kemi ndërprer ose e kemi bojkotuar, pastaj edhe kemi thirrur edhe policinë. Policia pastaj ka vazhduar me organe tjera kompetente me hetuesinë dhe prokurorin e rastit dhe është ndërprer rinumërimi i votave. Ajo çfarë është gjetur brenda kutive lën dyshime të hapura për manipulim dhe për devijim të votës dhe të vullnetit qytetar në qytetin e Mitrovicës. Pra kemi gjetur fletëvotime të cilat nuk janë përputhur me numrat e vendvotimeve, pra kemi fletëvotime që kanë lëvizur nga klasa në klasë, mirë po kemi fletëvotime të cilat kanë lëvizur edhe nga shkolla në shkollë. Pra të gjitha janë të faktuara, të gjitha janë të argumentuara përmes numrit të serik të fletëvotimeve që janë gjetur. E pastaj ne që kemi qenë komisioner dhe udhëheqës të partive edhe të koalicionit, të Partisë Demokratike, po edhe të koalicionit, kemi bojkotuar, për shkak se prokurori i rastit i cili ka ardhur ka tentuar në mënyrë ad hoc dhe të një anshme të na bëj presion që të vazhdoj procesi i rinumërimit, mirë por ne si Partia Demokratike e Kosovës së bashku me koalicionin kemi refuzuar të vazhdoj rinumërimi, me që rast e kemi bojkotuar numërimin dhe punën pastaj që kanë ardhur organet gjejtëse dhe edhe zyrtarisht e kanë ndërprer numërimin. Pra kjo është në pika të shkurta ajo çfarë ka ndodhur dje në Mitrovicë deri në ora 19. Domethënë prej orës 10 që ka filluar numërimi deri në ora 19 të mbrëmjes. Sa është numri këtyre fletëvotimeve që keni hasur ju në? Prej orës 10 deri në ora 19 të mbrëmjes janë hapur 35 kuti apo 35 vendvotime, prej tyre 10 vendvotime ka fletëvotime të cilat kanë lëvizur nga klasa në klasë dhe nga shkolla në shkollë. Pra mund të jetë 1 ose 2 ose 3 për zëmë hipotetikisht gabime që mund të jenë në fletëvotime të shtypura ose në shtyp, mirë po janë 10 vendvotime, 10 kuti të cilat janë hapur dhe në të gjitha ka shpërputhje dhe ka dallime në mes të numrave serik dhe në mes të numrave të vendvotimeve. Ne asnjëherë nuk kemi dyshuar dhe nuk kemi ngritur dyshime në procesin e numërimit, për shkak se të gjithë ata që janë edhe të partisë së vetëvendosjes i kemi shok dhe kolik dhe nuk kemi asgjë të keqe me ta. Procesi si proces i numërimit ka shkuar çdo gjë në rregull. Mirë po, ajo çfarë është gjetur brenda kutive të votimeve ngret dyshime të shqetësuese se është devijuar vullneti qytetar në qytetin e Mitrovicës. Praktika ajo çfarë ne kemi gjetur këtu është e kundërta nga ajo çfarë thot KQZ-ja. Pra ne kemi gjetur për shembull në shkollën Abdullah Shabani që e ka numrin 1102, për shembull në klasën numër 11 ka fletëvotime që janë të klasës së 10, pra është 110210. Të tilla ka raste plot në Mexhen, në Abdullah Shaban, në universitet dhe në shkollën e Zhabarit që kanë lëvizur prej një shkolle në shkollë, po ka lëvizur edhe për klasës në klasë. Është e kundërta ajo që ne kemi gjetur dhe është e faktuar brenda, ne mund të hyjmë dhe të shohim, janë të faktuara, janë të procesuara. Të gjitha ato çfarë kemi gjetur dhe janë të dokumentuar edhe përmes fotografive. Pse KQZ-ja me këtë reagim? Nuk e di, është deklaratë e tyre dhe pastaj prokuroria është duke u marrur seriozisht me këtë punë, po presim na që organet kompetente ta kryejnë punën e tyre ashtu siç u takon dhe siç ka hije. Po, pas gjetjeve që i kemi pasur në kuti, fletëvotimet që kanë lëvizur nga klasa në klasë dhe nga shkolla në shkollë, e kemi lajmëruar Policinë e Kosovës. Policia e Kosovës ka ardhur në vend ngjarje, kemi dhënë intervista për policinë, policia e ka lajmëruar hetuesin, pastaj hetuesia e ka thirrur prokurorin e rastit. Prokurori në momentin që ka ardhur
ka thënë që asgjë nuk është e jashtëzakonshme dhe se procesi mund të vazhdojë normal duke na bërë presion, duke qenë presion i anshëm dhe ad hoc në mënyrë që ne të vazhdojmë. Mirë, por ne kemi refuzuar të vazhdojmë për shkak se ne nuk do ta shkelim ligjin në asnjë mënyrë. Shteti i Kosovës i ka ligjet e veta, e ka kushtetutën e saj, ne si qytetar kemi luftuar që të kemi ligje, të kemi një shtet demokratik dhe sovran dhe kështu në asnjë mënyrë nuk e cënojmë as integritetin dhe as integritetin e asnjë komisioneri ton dhe asnjë punëtori ton i cili po jap kontribut të devotshëm që ky proces të shkojë në vend. Pra kemi pasur presion nga prokurori, fillimisht, pastaj prokurori është zëvendësuar me kryeprokurorin e shtetit që e ka marrë përsipër rastin, pastaj edhe ka vazhduar procesi duke u ndërprer. Veni.